Salam aleikum. A ka ndonjë tolerim për përdorim të muzikës në reklama që duhet t'i bëjmë për punë? Aleikum salam rahmetullah. Meselet e qarta, s'ka nevojë me lyp fetva, sa ato janë qarta. A mund të me thonë dikush ka tolerim kjo, ka tolerim ajo? Mund është me gjithë dikon. A do t'a bëja unë një gjë tillë? Jo. Nuk mëj me leju një haram që unë s'paku e trajtoj si haram me të gjitha rrethonat. Nëse do të thot dikush për një haram, për shembull kamatën, ose këtu muzikën e ke përmend, s'ka gale në këtë situatë bën, në atë situatë bën, do më thonë e letan aty ku se ka letu Zoti, edhe aty ku s'ka argument, mos mendo se ti largohesh prej mëkatit ose shpëton prej mëkatit. Ai se më tha hoxha le ta marr përgjegjësinë. Jo, të dy të keni përgjegjësinë. Ai që ka fol, ai hoxh, edhe ti që po e praktikon ty e ditë që ajo s'ban. Prandaj, edhe nëse dikush t'jep fetva për një haram, ti mos thuj hajtë se e hongër hoxha, le ta marr përgjegjësinë. Unë nuk du me marr përgjegjësi, as nuk du mu bë pjesëmarrës në mëkat në situata të tilla për shembull. Pra unë përgjigja jam është jo, nuk ka tolerim. Ndoshta dikush të arsyeton, ai le ta marr përgjegjësinë edhe mëkatin për veten normal bashkë me ty. Allahu na ruajtë, na mjaftoft me halal.